Jo pa qëllim kam sjell këtë gjethen e dellit të gjerë, po edhe e ngushta. Pra, po ta shohim, kjo ka 5 nervatura, tamam si këto gishtat e dorës. Po. Dhe këtu në pjesën e mbrapme, të gjithë që ta këpusin do të vënë re që këto 5 tentakulat e kësaja ja ku mbarojnë këtu. Atere, bima flet me gjuhën e saj të heshtur. Shiko mua dhe mendo çfarë përfitimesh do të kesh. Që do të thotë, për këto sëmundjet nervore, për këto sëmundjet infektive, por për këto nervoret, gjethet e dellit janë shumë të mira. Pra, e përdorim nëse e kemi në obor, në gardhin e shtëpisë, e kështu me radhë, i përdorim këto gjethet qoftë të dellit të gjerë, qoftë të dellit të ngushtë, dhe do të kemi përfitim. Forcohen nervat. Në tërësi, përfshi këtu edhe nervin e dëgjimit.